Gjuliana, një nënë e re nga fshati Osoi i Skraparit, ka shkruar për ndihmë në redaksin ton. Ajo po përballet me sfida të mëdha në kujdesin e dy djemve të saj. Seidi 19 vjeç dhe Angelo 14 vjeç, të diagnostikuar me autizëm dhe ataksi. Të dy fëmijët kërkojnë kujdes të vazhdueshëm pasi nuk janë në gjendje të kryejnë veprimet bazë të përditshme dhe shpesh shfaqin sjellje agresive. Për shkak të përkushtimit ndaj fëmijëve, Gjuliana nuk mund të punojë, ndërsa bashkëshorti i saj has vështirësi në sigurimin e të ardhurave të mjaftueshme për familjen, e cila përfshin edhe vajzën 3 vjeçare dhe vjerën 80 vjeçare. Familja po shqyrton mundësinë e zhvendosjes në Tiranë për të aksesuar qendra të specializuara për fëmijët me aftësi të kufizuara, por sfidat financiare dhe frika nga pasiguritë e jetës në kryeqytet e bëjnë këtë hap të vështirë. Gjuliana bën apel për ndihmë nga institucionet dhe individët, duke theksuar nevojën për mbështetje në sigurimin e nevojave bazë, si për shembull pampersat për fëmijët. Kjo situatë nënvizon sfidat me të cilat përballen familjet shqiptare që kujdesen për fëmijë me aftësi të kufizuara, veçanërisht në zonat rurale, ku aksesimi i shërbimeve të specializuara është i kufizuar.